Shikues të nderuar, përshëndetje. Të nisësh nga një vend i vogël me ëndra të mëdha, do të arrish të bëhesh shembull në një nga shtetet më të fuqishme të botës. Kjo është historia e gruas me të cilën do të bisedojmë sot përmes një lidhjeje online. Antoneta Gjollaj, një mëlsore me rrejnë të thella dhe shpirt edukatoreje, prej 24 vitesh jeton dhe punon në Michigan të Shëbave, ku është vlerësuar me disa çmime prestigjioze për përkushtimin e saj në arsim. Do të zbulojmë më shumë për rrugtimin e saj, sfidat, arritjet dhe kontributin që ajo jep çdo ditë për më të veçlit. Sot me ne është një grua që edhe pse jeton larg, besoj ka zemrën për herë në vendlindje dhe që me punën e saj nderon jo vetëm veten, por edhe gjithë komunitetin shqiptar. Antoneta, faleminderit shumë që keni pranuar ftesën tonë. Përshëndetje nga Mesia. Përshëndetje dhe juve. Atëherë, si fillim, unë duhet e di për ato fillime. Do të thotë para 24 vitesh keni marrë rrugën drejt Shëbave. Si e kujtoni atë periudhë të jetës në një vend të huaj dhe me cilat sfida u përballët si grua, por më vonë edhe si profesioniste në ndërtim e sipër? Por, si çdo fillim, posaçërisht kur kalon me jetu në një shtet tjetër, ato sfidat janë të pashmangshme. Vetë fakti që i duhet me e përvetësua gjuhën, me u adaptua në një kulturë tjetër, me munua për me arrit diçka, me arrit ëndrat të cilat ke ëndruar ta në jetën tënde, absolutisht që nuk është e lehtë, por me suportin e njerëzve, me përkushtimin e madh, me dedikimin krejt arritën. Dhe kjo është më rëndësishmja që gjithmonë do të thotë ëndrat bëhen realitet apo jo kur punohet fort për to. Studimet, duhet e di pak sa për studimet, do të thotë keni filluar të studioni në Malin e Zi, pastaj jeni transferuar në Prishtinë, në një periudhë besoj jo të lehtë. Si e kujtoni atë kohë dhe si ka ndikuar do të thotë i gjithë studimi juaj në qëndrueshmërinë tuaj profesionale dhe njerëzore? Po, kur e përfundova gjimnazin, si shumë moshatar të mi në vitin 98, ishte koha e luftës në Kosovë dhe me pa mundësi të regjistrohemi në Universitetin e Prishtinës, mu dësht të regjistrohem në Universitetin e Nikshicit, dege mësuesisë, dhe me njëherë mbas që u përfundua lufta dhe hynën trupat e NATO-s, unë u transferova në Prishtinë dhe vazhdova edhe aty mësuesi. Dhe si kujtoni atë kohë, sa e vështirë ishte për ju? E vështirë ishte, por ëndra që të studiojmë në Kosovë gjithmonë ka qenë një gjë e pashmangshme dhe koha e kaluar atje është një ndër kohët më të mira të jetës time dhe e kujtoj me shumë dashuri dhe mallëngjime dhe çdo herë që vi në Malsi nëse nuk shkoj në Kosovë duket se kom kryer punën time. Me vjen mirë. Atëherë sot punoni si specialiste ndërhyrje në matematikë dhe lexim në shkollën fillore Grand Graham në Michigan. Për shikuesit e televizionit vojnë, mund të na shpjegoni çfarë përfshin ky rol dhe me cilat moshë të nxënësve punoni dhe tash sa vite jeni në këtë profesion atje? Po, në këtë shkollë punoj që 8 vite, punoj në cikël këtull, dhe me thënë shkollë fillore, parashkollor deri në klasën e 5. Këtë vit punoj me grup moshat e klasë 3 deri të 5. Ky program ka të bëjë me grupe të vogla, do me thënë nuk e kam krejt klasën prej 20-30 nxënësve si kolegët e mi. Kjo është një farë programi i cili përkushtohet për fëmijët të cilët stagnojnë matematika apo lexim, edhe në mënyra të ndryshme, me strategji të ndryshme ne punojmë me ta. Është një si ta them, një farë shpërblimit edhe për mësimdhënësit, edhe për nxënësit se këta fëmijë e kanë një farë stagnimit jo edhe aq dominues, por në të njëjtën kohë u duhet një shtymje derisa të arritin aty ku duhet të jenë me moshatarët e tyre. Kështu që ju jeni aty për ta. Cilat janë disa nga vështirësitë, por edhe kënaqësitë që sjell puna me fëmijë të ciklit fillor në një sistem arsimor si ai amerikan? Po, si të them tash, ne krejt e dim se nxënësat apo fëmia nuk rriten
tani si që jemi rrit na. Edhe pse i kanë kushtet më të mira, u mungojnë disa gjëra që neve nuk na kanë mungua, edhe vetë fakti që teknologjia është aty gjithmonë pranë tyne dhe ata kalojnë një kohë shumë të madhe gjatë në teknologji. Më duket që nuk është vetëm se puna akademike që një mësimdhënës duhet të përkushtohet, është një gjë që duhet edhe nga ana psikologjike të merret me ta, se si thot një koleg imi, na më shumë ti të bëjmë vetë se nuk e napim mësim, se merrem me gjëra shumë tjera që kanë edhe më shumë, edhe pse puna akademike është me rëndësi, gjëra të tjera janë edhe më me rëndësi, se gjendja psiqike e tyre, për shembull, se si kanë ata marrëdhëniet me shokët e tyre, se çfarë marrëdhëniesh kanë në shtëpi, për çfarë gjendjeve vinë ata, dhe normal se ne punojmë me çfarë do nxënësish, të cilët vinë prej familjeve të ndryshme, edhe ti duhesh me u përshtat atyre. Nuk është vetëm si thon një palë kpucë u vinë gjithve. Edhe kështu është edhe puna e kësaj gjëje me ne. Po si e shihni mes gjeneratave, do të shihni më të vështirë sot të merreni me fëmijë, me qenë se siç thatë do të punoni edhe për mirëqenien e tyre psiqike. Do të shihni dallimin me gjeneratave më parë që ju do të i keni edukuar ata? Absolutisht, edhe unë do të cek edhe mbas Covidit, gjërat janë edhe pak më ndryshe, se siç e ceka edhe më herët, fëmija kanë nejë shumë mbyllur, edhe krejt ato kanë ndikuar në psikikën e tyre. Është shumë rëndësishme që të gjejnë një farë përshtatjet adekuate për ta, për cilët ata, për shembull, një kohë gjatë fëmija kanë qenë shumë të egërsuar, edhe u da shumë kohë gjatë që me shpërthyer për aty thelbi që kanë pas, që për me mujtë me funksionuar. Për shembull, në një klasë krejt normale që para shumë viteve nuk është kënë as pak problem. Do me thënë, kemi pas sfida pas Covidit, unë e ceki pas Covidit kemi pas sfida dhe më të mëdha se para Covidit, ashtu që hala jemi të përballuar me ato. Do të thotë ende ekzistojnë ato pasojat të Covidit? Absolutisht. Absolutisht. Edhe ka dhe fëmijë që ende janë në mësim online. Se i kanë ato gjanat e tyre me të cilat ankthim, të cilin hala janë të marrë me ankthim, edhe kështu, nuk është e lehtë, por me dëshirë dhe me përkushtim, absolutisht ja dalim. Besoj se duke pasur edukatorët e tjerë të përkushtuar si ju, mendoj që do t'ja dilni. Atëherë jeni rritur në një familje mësuesish. Si ka ndikuar kjo trashëgimi në pasionin dhe përkushtimin tuaj për arsimin? Edukimi dhe mësimi ka qenë një ndër gjërat më kryesore në familjen tonë. Nuk e kemi pas nuk është kënë as kusht, po thjesht një na dasht me mësua, një na dasht me, edhe krejt ata familjarë që i kemi pas, na kanë inspirua, na kanë shty, na kanë ba që të bëjmë ma mirë se edhe kem dasht me ba, po ashtu që çdo person që vjen në jetën tonë, e ka një farë ndikimit, pozitiv apo negativ, por kur vjen nga familjarë të cilët e kanë marrë një rrugë duhur, para se ja fillon ti aty në rrugëve, më duket që krejt ato bajnë me ndërtimin e karakterit njeriut dhe me karrierën në cilin ne e zgjedhim. Dhe me vjen mirë që keni vazhduar atë dëshirën. Puna juaj është përshkruar nga kolegët si jashtëzakonshme, praktike dhe me shumë dashuri për fëmijët. Të zbulojmë se cili është sekreti juaj për të krijuar një marrëdhënie të shëndetshme dhe të suksesshme me nxënësit. Të kesh një farë marrëdhënie të lakmueshme me nxënësit edhe me kolegët është një bekim tepër i madh. Një gjë që unë e praktikoj shumë është kesh komunikimin e mirë. Do me thënë, nëse nuk ke komunikim, nëse s'ke kompromis me ta, edhe nëse ti dikuj jep respektin do ta fitosh mrapa, dhe kjo është sekreti i krejt që ti kesh një komunikim të mirë me nxënësit dhe me kolegët me të cilit punon. Atëherë unë duhet të ndalem tek disa çmime të rëndësishme, do të thotë kohës së fundmi jeni shpërblyer me çmimin për sosmëri në arsim nga Michigan Lottery, do të thotë Loteria e Michiganit. Si erdhi ky vlerësim dhe çfarë do të thotë për ju personalisht dhe profesionalisht?
Kjo çmimi I fundit që unë u shpërbleva me të është çmimi në nivelin shtetënor, edhe është I dhënë nga Lotaria e Michiganit. Ky çmim ka të bëjë, domethënë, Lotaria e Michiganit çdo vjet jep çmime çdo javë, në të vërtetë për një vit jep çmime mësimdhënësve të dalluar, edhe unë për fat të mirë isha një nga ato. Edhe si vjen deri tek nominimi, do të thotë për këtë çmim? Nominimi bëhet në mënyrë anonime. Mua më bën nominimin në mënyrë, u surprizova shumë se njëna vinte nga një koleg imi dhe tjetra vinte nga djali im I vogël I cili e bani një video me nimin e një shoqes time, edhe ata I plotëson ato formularet të cilit duhet të bënin, edhe unë nuk e dita derisa shkova aty. Po në të njëjtën kohë një kolege ime nga shkolla në të cilën punoj, ajo I kishte, domethënë të njëjtën kohë e kanë bërë të dy, si ta them. Dhe do të thotë ishte një surprizë vërtet. Surprizë vërtet, as nuk e di shumë se çka domethënë, e fitova një telefonat nga drejtori I shkollës një masdite, edhe më thot të kanë nominua dhe ti je një nga ato të zgjedhurat, edhe unë I thash sigurisht e gabim se nuk është e mundur se pse bash mua. Po kështu. Kështu që duhet të shpërblet edhe mundimi që bënit tash sa vite. Atje për këtij çmimi keni marrë edhe vlerësimin si mësuesja e vitit në shkollën tuaj. Dua të di pak më shumë për këtë çmim dhe si u ndjet atëherë dhe sa rëndësi ka kjo mirënjohje nga komuniteti ku punoni. Ky çmimi I dytë, domethënë çmimi që u mor më parë, është në nivelin lokal, në ato shkollat të cilat punoj unë, nuk është domethënë në nivelin shtetënor, edhe ai po ashtu ishte anonim, edhe deri momentin e fundit as nuk e disham se dikush më kishte nominua, edhe isham shumë e privilegjuar, të them drejtën, se kur njeri punon në një grup edukatorësh me të cilët kanë një eksperiencë shumë gjatë dhe shumë vjeçare, është diçka pak si e çuditshme, pse ty me të marrë, edhe vetë fakti që ti e ardhën e nuk je lindun këtu, të bën edhe më shumë kurioze pse bash ti, po ndoshta atë kisha mund për fat edhe kaq. Gjithashtu në vitin 2022 keni fituar një grant përmes platformës Donatorë Zgjedhin, me të cilit sigurohet materiale mësimore për klasën tuaj. Atëherë si lindi ideja për këtë projekt? Ky projekt ishte pak ndryshe, domethënë unë mora vesh për këtë projekt prej një ndër kolegeve të mia, edhe vendosa të shkruaj një grant, siç quhet, edhe në atë projekt unë kërkova që, se dhe pse jetojmë në Amerikë, ne nuk I kemi fondet ashtu që siç mendojnë njerëzit, edhe I kishëm shumë gjëra që më mungoshin për klasën time, edhe unë nejta e shkrova këtë grant, edhe pas disa kohet, disa donatorë të ndryshëm ma aprovuan këtë projekt, edhe unë fitova shumë gjëra për klasën time, domethënë gjëra edukative, lojë për fëmijë, cilat kishin lidhje me matematikë, me shkrim, lexim edhe kështu me radhë, edhe sot e kësaj dite I përdori shumë. Mirë. Atëherë, shkolla ku punoni besoj ka një komunitet të larmishëm kulturor. Si janë dilni të ndërtoni ura komunikimi me nxënësve dhe prindër që vjen nga kultura të ndryshme, duke qenë vetë edhe ju një shqiptare? Po kur vjen për një kulturë tjetër edhe jeton në një shtet të madh siç është siç janë Shtetet e Bashkuara të Amerikës, normal se kemi pas një farë komunikimi me kultura të ndryshme, edhe vetë fakti që unë vi për një kulturë të ndryshme më bën që me kënë edhe ma komunikative me ta, se e di se çfarë ndryshime kanë ata, për shembull, jo vetëm se kam shqiptar aty, po ka edhe amerikan, indian, domethënë prej çdo kontinenti, çdo shteti që mundeni me paramendua, edhe vetëm ajo ndjenja që dikush vjen prej një kulture ndryshme, ata momentalisht e fitojnë një farë
përshtypjet më ndryshe për ty se e din se dhe ti i ke pas ato sfida që ata i përballojnë çdo ditë. Edhe posaçërisht se janë të ardhën në shtet pak ma vonë se krejt tjerët. Mirë, kanë qenë kurios për prejardhjen tuaj, kolegët ose nxënësit? Absolutisht edhe krejt e dinë se unë e dua shumë vendin tim, e dua shumë Malsinë, edhe klasa ime është e dekoruar me foto prej pjesëve të ndryshme Shqipënisë, e Malsisë, e Kosovës, edhe çdo herë normal se janë kurrështar me pyet se ku këta dhe ku është ata, çfarë gjuhë të flasë. Shumë herë na e mbien kur kthehem prej pushimeve në Shqipëni apo në Malsi, çdo herë na janë gati me më pyet për eksperiencat e mia, për me i shiko fotot cilat unë i ndaj me ta dhe kështu më radhë. Me vjen mirë që është ashtu. Atëherë unë duhet të di se cilat janë sipas jush cilësi që do të ketë një edukator i mirë në çdo cep të botës, do të pa marrur parasysh se në cilin vend. Pa marrë parasysh si që thatë dhe ju pa marrë parasysh në cilin vend një edukator punon. Unë mendoj që është shumë rëndësi me pas një përkushtim, një dedikim jashtëzakonisht të madh, se si që dim edhe në vetë, do më thënë ata që janë me këtë lami, nuk është jetë me kënë mësues, edhe duhet me pas një farë dashuriet për profesion, për me arrit ata që ka du me arrit ne të nxënësit tanë, dhe do më thënë dedikimi nëmër 1. Atëherë të ju pyes edhe për komunitetin shqiptar në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Si jemi atje, në fakt jemi të bashkuar, ndihmojmë njëri tjetrin dhe si përpiqemi të ruajmë identitetin ton në një vend shumë kulturor si Amerika. Po tashme ne të gjithë e dim se komuniteti shqiptar i Michiganit është një ndër komunitetet, mund të them me plot modesti, një ndër komunitetet më të forta, që kemi jashtë Malsisë apo Shqipënisë, dhe vetë fakti që jemi një Shqipëni e vogël, këtu apo i Malsi e vogël, ne krejt i përcjellim, edhe i festojmë festat e flamurit, edhe festojmë kryengritjen e Malsisë, edhe festën e Kosovës. Do me thënë në një mënyrë apo një tjetër, ne mundohemi që ashtu së bashku të kujtojmë vendlindjen tonë. Edhe e bëjmë me shumë fanatizëm, do me thënë mundohna me një fanatizëm jashtëzakonisht të madh, me i ruaj ato gjëra, dhe pse shumica prej këtyre fëmijëve, unë po flas më shumë për fëmijë, do me thënë janë fëmijë të cilët janë gjeneratave dyta apo treta, cilët nanat e tyre apo edhe gjyshet e tyre janë të linduna në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, po e kanë një farë dashurie shumë të madhe për Malsinë dhe për Shqipëninë. Po sa i përket gjuhës, do të thotë ju jeni prindër vetë, po prindërit në përgjithësi do të thotë shqiptar, po përpiqen të ruajnë përmes fëmijëve gjuhën? Tash si të them, ëndra e çdo emigranti është që të ruajë gjuhën, kulturat, zakonet e tyre kudo që shkojnë, edhe nëse jetojnë me vitet tana në një shtet i cili nuk është i tyne, por bëhet pjesë e tyne, absolutisht se njerëzit munohen. Çka është mas shumë ti të munohen, tash disa kanë suksese, disa jo. Çka vlen të ceket është se ne jemi shumë me fat, se kemi një komunitet i cili janë shumë i organizuar, edhe kemi shumë gjëra që bëjmë këtu siç e ceka edhe më parë, dhe një gjë që duhet ta cekë është se kemë përpos shoqatave të ndryshme që funksionojnë këtu në komunitetin tonë, pra në kishës së Shëmpalit, ne kemi edhe një shkollë vallëzimit, e cila është e orientuar nga një balerinë profesionale, Joli Paparis, të cilin nuk dim se si me e falenderua për sa merita ka ajo femën, sa bën ajo për fëmijët tanë, edhe do me thënë ajo e bën një farë punet me të cilet nuk është vetëm puna se si ajo e përçon kulturën mes vallëve dhe këngëve shqipe. Në mënyra se si ajo punon me fëmijë, me cilët, si që tha që edhe parë janë gjenerata e dyta apo e treta, dhe se si vangulon dëshiren dhe dashurin për atë dhe është diçka e pa përshkrueshme.
edhe krejt fëmijat që shkojnë te Joli në klasa e kanë një farë dëshiret, bile para disa ditëve pa tani bisedë me ta, më tha janë të më lyp me shkojnë me pa arbresht në Itali. Do më tha, këta ban Joli, nuk është vetëm mes vallëve dhe gjuhës që e ban me ta. Kështu që ka një ndikim të madh. Absolutisht, absolutisht. Mirë, më vjen mirë që ruhet dhe punohet sa i përket edhe në këtë aspekt. Pas gjithë këtij rrugtimi, çfarë do të thotë për ju të jeni një grua shqiptare që kontribon në arsim në një nga shtetet më të fuqishme të botës? Po tash si çdo profesion edhe mësuesia i ka kauzat e veta, domethënë nuk do me thonë se ku je, çka ban, çka është më rëndësi është që kur mos me harro se prej ka vim, edhe kush jemi. S'ka lidhje sa jetojmë në Amerika, apo në Itali, apo në Gjermani, do me thënë, unë jam Antoneta prej Dushitit, edhe ata s'ma merr kurkush. Edhe unë me plot kënaqëri e them që ja gjëja më kryesore, nuk është më rëndësi se sa arritën jetë, është më rëndësi se kush je edhe çka të bën ty karakteristike të jesh një individ që je ti. Faleminderit për këtë fjalë të bukura, por për fund dua edhe një mesazh të çfarë do të thoni të rinjve shqiptar që jetojnë në diasporë dhe ndrojnë të arrijnë sukses. Po të rinjve shqiptar këtu janë, e them me plot krenari, janë shumë të suksesshëm, vazhdojnë të shkollohen, vazhdojnë të kenë pozita të larta në shoqërinë amerikane, me të cilët çdo person krenohet e jo vetëm ne që jemi shqiptar. Edhe përësia eme është që të vazhdojnë të kenë komunikim me komunitetin shqiptar, me njerëzit e tyre, se vetëm kështu mund të bëhen edhe më të fortë. Atëherë mua më mbetet ju falenderoj shumë për kohën që keni ndarë për ne, t'ju uroj shumë suksese në punën e mëtejshme dhe shpresojmë që shembulli juaj të frymëzojë të rinj dhe gra kudo që ndodhen. Juve u falenderoj shumë edhe do të ceki vetëm një gjatë që TV Bojnë është një dritare për cilën ne me pa durim i presim emisionet tuaja dhe faleminderit që vazhdoni të na kënaqni. Nësi janë të jona. Kalofshit mirë. Shikues të nderuar, faleminderit edhe ju për vëmendjen. Mirupafshim në emisione tjera.